shkurtohen javët, muajt edhe vitet, dhe njeriu sa qele dhe mshel syt e shef vete nesër para vdekjes, edhe e shef vete nesër duke dorëzuar shpirtin tek meleku i vdekjes. Andaj secili duhet me punu për këtë botë të shkurtër, edhe me marr atë hisen të cilën ja ka caktuar Allahu Teala. E kanë konceptuar gabimisht disa prej njerëzve kur kanë thonë se muslimani nuk duhet me punue, muslimani nuk duhet me përparue, muslimani nuk duhet me bë këtë, nuk duhet me bë ato, sepse jeta e kësaj bote është e rrejshme, nuk ka kur gjunte. Jeta e kësaj bote është sikur një kopsht në të cilën mbjellin besimtarët e pastaj ma voni marrin çka? Frutat. Për ata dhe Allahu Teala thot: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e harro dhe hisën tane që kije. Mos e harro dhe hisën tane që kije ku? Në dënja. Andaj pra, të nderuar vëllezër, pyetja që parashtrohet me bo vakia, me bo me ndodh sot, me na ardh me leku i vdekjes dhe me na pyet: a jeni të përgatitur o imam me këtë xhamat për me udhëtue për botën tjetër, cila kish me qenë përgjigjja? Por tash ti përgjigje që tash me tar me leku i vdekjes. Qysh ja la nënën edhe babën kur dole prej shtëpisë? Ai let gëzumat mërzitën. Vallahi njëri ka mërzit që njëri i gëzum, nuk ka i gatshëm për me vdek. Në që telefonin tonë apo fletoren tonë të borxheve, ai ke kry borxhet, se po thot shumë kush, pa normale me pas borxhe. Nuk është normal me pas borxhe. Nuk është patjetër me pas borxhe. Nuk është patjetër. Po për qef, me bënë një renovim i mora të filon bankë një 5.000 copa se i shkon diqysh një farë oferte. Po pse bënë, leje që ashtu, së është problem heq. Renovoj atje vorrin tënë, shko regulloj atje, jo me shku atje me betonu e me në gjitë hekra, me në gjitë ku e diju në qka fenere, ku ta diju në drita e qira sene. Po regulloj e me punë, renovoj e vorrin tënë që keme nejtë një kodë ma të gjatë se sa këto. Regulloj atje palatët tua në gjenet. Andaj pra, nëse ti ki borxhe dhe t'vjen vdekja, dijeni se s'ka me ta falë kërkush borxhin. Shumë jenë atë linkë këtë rafsh. Rallë kush del që ta falë borxhin. S'po flas veç borxhin material, po kemi borxh moral, se ke prek në moralin e dikujt, ke bo shpifje ndaj dikujt. E që sot se kam këtë temë, po sot është e dhimbshme sa ti ke ti me të bëhen. Ti me dalë për xhamis për shembull, se s'rrin kërkush deri në 12 natës, po tej mes natë me në xhami, kur çet dikush, kë ka kon dikun ka bë këtë diçka, pas ka pija, pas ka marr pak se bare, pas ka bë, po çka po intereson Allah ku kona te kona. Po mos jeti aty me leku për cilësi tina. Nëse dikush do të mu marr me neve që rrim natën në për rrugë, se ndoshta edhe ne kanë natën na bën puna me çan, atëherë në organet e rënit, ata let mirën, ata let na përcjellin. Amo jemi na përcjell njëri tjetri. Dikush tjetër e sheh gruan duke u kthyer, është motër medicinale, është ginekologe, është atje kirurga ku e diu ne ka qenë sallta përimit, o kthye mas mesit natës, kjo ka qenë me dikën. Ajo grua martu me ka fëmijë. Vllazni keni për kujdes. Bazament peqituit është husnu dhann bin nas, me mendu mirë për njerëzit. Edhe me po të vidh me në thuj, nashta është vëllavi pronarit lokalit, nashta është nipi, nashta është doja, e po merr. Mos e mendo ti keq, ai nashta do të vjedh është. Po ti gjithmonë mendo mirë. Edhe me po njërin të dal prej diskoteke, prej kafi që thuj, nashta bre u kona të e ka lyp dikana, ku e dione, mos e mendo veç të keqen. Andaj vllazën, a jemi të përgatitur? Është një pyetje pak e sikletshme, na çet në siklet, na ngushton goxha fort. Se ka shumë gjana për me u bë, për çata nuk jemi të përgatitur, edhe për ata nuk pedojnë vdekjen. Dikush kur po hjek shumë pedu vdekjen, po kur po i vjen vdekja për një me, vallat nuk pedon. Amo kur po kështu po more le dje kur don. Po kur po i vjen për një me vdekje se e nuhat, e thith pak atë erën e melekëve. Melekut vdekjes me bashkëpunëtor besimtari. Edhe e shef prej larg, edhe shikimi i fokusohet atje larg. E që atëherë goxha vështirë është me i thonë bëro mirë se vjen melekut vdekjes. Po a ka të atilla, ata janë shumë pak që thoi, po more natën ditën, se veç me bërë Zotit dal, se në hak si kum hi askujt, edhe borxhe si kam askujt, edhe i kom kry ibadetet, aq sa kom mujt edhe është i gatshëm, pa ata janë të pak. Andaj, do të me kujdes për këtë moment që pa dashjen tonë na vjen, momentin e vdekjes.
El-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, shoku I pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot ishëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam e përcollëm një xhenazë, pasi e groposëm e varrosëm, po thotë mbulum kejt pejgamberi alayhi salatu wassalam u ul në një anë të varrit edhe filloi me çajt pejgamberi alayhi salatu wassalam aty afër varrit atij besimtarët musliman që e varrosën. Edhe po thët El-Bara ibn Azib, që po tregon gjallë, thët ju lag edhe mjekra e ka pas të shpesht pejgamberi alayhi salatu wassalam. E pastaj po thët ju lag mjekra dhe filloi me I piku lag edhe dheu aty I varrit duke çajt pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe duke qenë në gjendje emocionale ju drejtu shokëve të tij. Ju tha ja ikhwani li mithli hadha fa'iddu, o vëllezërit e mi, për këtë moment përkatitun. Në cilin moment kur mbetesh vetëm. A jemi të përkatitun? Allahu e din mas miri, po inshallah besoj dhe shpresoj që do të përkatitemi në ditët edhe në javët në vijim, sepse ai moment, edhe pse I pa dëshiruar për shumë kam prej nesh, ai do të vije. Andaj los Allahun Teala kur të na vije ai moment, e kur të na lën të gjithë atje vetëm, të jemi të përkatitun me fjalën e lartë që I forcon besimtarët, e I frikson e I dëshpëron zullumçarët me fjalën la ilaha illallah.